Si zakonisht viteve të fundit, afër stadiumit të qytetit të Tetovës, organizohet tregu i improvizuar i shitjes së kafshëve, respektivisht kurban. 10 trashitës ofrojnë kurban për qytetarët e interesuar që këtë vit kanë vendosur të therin për festën e Kurban Bajramit. Si zakonisht, shitësit ankohen se çmimet janë të ulta, kurse blerësit ankohen se çmimet janë të larta. Bajer ka shkua ma dobet, s'ka shumë interesim. S'janë gurbeqarët, s'ka interesim shumë. Kanë hip pak më shtretje. Një dele 200 euro, një dash 250 euro. Ka pak dallim për vitit kalon, ka pak. Po s'ka malë, s'ka që japune. Gja për të tovën, që sa hajvan ka. Jo të gjithë shitësit ankohen, ka disa prej tyre që thonë se janë të kënaqur, por dalja në skenë e shumë shoqatave u shkakton probleme. Çmimet janë shumë mëra si vjet, 180 euro, 190, 200, kënaqë thimi shitje ka boll. Muslimanizmi ka blen, çfarë. Kërkohet desh, kërkojnë, po edhe dhe në marrin, edhe hajvan të mëdhej marrin, si parët gjepi që ashtu mollë. Me vitet e kalume, ma dobët si vjetë se këra vjetë, ka ta shkëndalë shumë shoqata, kurse po ti qojsh parët, ti qka theret të shoqata, ti qka nuk theret, ama populata ma në shpi nuk e donë. Me quë, nuk e dina ka theret, qka ka bo. Ka dhënë të vendose për kurban, do të vendose në shpit vete me pre kurbanin, jo, ma ka thera në shoqatë. E këndalë shumë shoqata tash, këto që ka mirën me blektori, janë humbje. Se i kam ledh paret, i merë ato madhin e coft, edhe këto blektorët s'ka. Një shitës tjetër shprehet se vitin e kaluar, shitja ka qenë më e mirë. Si me të ma dobet se vjetë. Mendoj interesimin të njerëzit, se gjëllarët i qenë parat këtë e di, veç pare japëm si sa da ka, kurbuna nuk ka. Këtë gjojat kanë ndrishau, amën këto prap të çmimi vjeshëm. Vend të në deshet janë të çmimi vjeshëm, velo pakës ma dobet se vjetë. Vjetë kanë konë ma çmimi korekt. Vjetë i shajtëm ketën e u kërkua të shamë, pasimet shtekën anajse. Shesë më sa dhe jesë se kismet dhe shohë. Nëse nuk o dhe shkën të dhe në tjera. Një blerës që thotë se regullisht merë kurban në këtë treg, pohon se prej vitit të kaluar nuk ka dalim. 200 vete ka marrë, 200 tash. Para 3 vetëve ka konë 150, shte o bo 200 kja vetë, 220 vëllipshin, 200, që ta i leonë roli, ma shumë, asër mas. Si ka një mundësaj njëri, e pagunë e marrë. Por ka prej tyre që nuk blenë, por vetëm dalin për kureshtje në treg. Po aj gjip gjejen, i duke shtrejt. Aj gjip shet lirë. Po merë janë, merë. Një çmimi vëllitshëm ka arsash. Aj gjip ka pare, aj e blejë. Aj gjip s'ka pak ma zora, ma në jabon qara. Me rrugën e këta, me bajt e keqë se nuk e dijeni si janë rrugët këta, unë jam në Gjermani, po si folët, zamet. Kryesisht në këtë treg, kurban shesin blektorët të cilët merren me blektori në rajonin e Malit Sharr. Ata ankohen se mungon edhe fuqia punëtore, subvencionet janë të ulta, kurse shpenzimet janë të larta për mirëmbajtje, pasi që sipas tyre, për një kurban duhet kujdes 11 muaj e më shumë dhe në fund shitja duhet të përshtatet me çmimin e tregut.